Tu njëtjeta të ndëruar të shikues të pasqyrës shqiptare. Po ju raportojmë sërish nga Tirana, ku po mbahet protesta e 21. 3 javë rresht shqiptarët protestojnë dhe kërkojnë rrëzimin e qeverisë Rama. Me kamerat tona ne morëm disa intervista protestuesve të ndryshëm, mes tyre edhe një shqiptaro-kanadezi me të cilin ju kemi njohur disa herë në emisionet tona të përparshme. Ju ftoj që të ndiqni kolazhin. Në vim protestojmë sepse për 35 vjetë shqiptarëve ju ka heqe drejta. Ju ka heqe drejta sepse këtë vend a ka morë krimi organizuar, a ka morë mafia dhe a kanë morë edhe mafia që është në Europë. Pra ne në vim protestojmë tu sot nga Italia kemi ardhë. Edhe sa herë që tjetë protest në dhe të vim protestojmë. Por ky nuk ka për tik që t'japi dorëheqje vetë. Sepse te a ka mërthy krimi dhe në qoftë se ky do t'japi dorëheqje vetë, këte do t'a vrasin. Ose do t'a vrasi populli, ose do t'a vrasi mafia. Se ky nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Ky do të përfundoj shumë keq, o do të përfundoj si Gaddafi, o do të përfundoj si Asadi. Dhe ky nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Kjo është ajo që thonë gjithë shqiptarët. Juve vetë çfarë ju ka bërë të largoheni nga Shqipëria? Ne na ka bërë të largohem nga Shqipëria sepse ky nuk ka bë asnjë investim. Të gjithë investimet i ka bë vetëm për ta vjedhur këtë vend. A ka mashtruar këtë vend për 35 vjet. Qoftë djathta, qoftë majta. Në gjithmonë kemi qenë për të djathtën, por edhe e djathtën bashkëpunu me vend me këte. Dhe shteti ju nuk ka mo që të ketë nëj mirësi mo prej këtënve. 35 vjetë jenë po të njëjtët fytyra, po të njëjtët njerëz. Nuk ka mundësi që këto njerëz ta komandojnë mo Shqipërinë. Shqipërinë do ta mori i breziri. Po nuk e mor Shqipërinë i breziri, Shqipëria nuk ka për të hecë përpara. Dhe kjo do të bëhet qoftë me të mirë, qoftë me revolucion. Edhe së kur të vdesin edhe 10.000 vetë, edhe 20.000 vetë, në fund funit në botë kënë vdekë edhe gjithë të vdesim. Por, Shqipërinë do të amorin njerëz të ri, që t'jenë patriotët ta duna të dheun e vetë. Këto njerëz do të largohen, qoftë djathtë, qoftë majtë. Të hënë njerëz që të punojnë për këtë vend, se Shqipëria do të ishte më i miri vend në Europë, do të ishte më mirë se sa Zvicra për 35 vjetë. Si ka mundësi që Shqipëria është hala sot, nuk ka drita, nuk ka ujë, nuk ka infrastrukturë. Për çfarë për protestoni? Çfarë kërkoni nga kjo protestë? Ne kërkojmë të bie poshtë kjo qeveri, poshtë kjo korrupsion, poshtë kjo tradhti që jo bë populli shqiptar. Po shiten trojet, po shitet shqiptaria. Kaç? Nga vini zotri? Unë vin nga Australia. Përfaqësoj fëmijët e mi që kanë lënë dhën nga kushtet e vështira që u bën këtu në këtë vend. U bë padurueshme jetesa këtu. Mund më thoni se për çfarë për protestoni sot? Për Shqipërinë dhe shqiptarët. Mbaj qefi që më në fund janë të lirë me thanë atë që duan me thanë dhe nuk kanë frikë. Ju vetë pse jeni e pakënaqur nga kjo qeverisje? Unë nuk jetoj këtu, ka 20 vite dhe jam shumë e pakënaqur që jetoj një vend tjetër, aty ku nuk du, ku mund të jetoj në Shqipëri. Çfarë do doni të ndryshojë pas kësaj proteste, nëse Edi Rama jep dorëheqjen? Si do doni ta shihni Shqipërinë? Ka rëndësi, du vetëm ta shoh Shqipërinë, mos ta vjedhin dhe të marrë gjithkush atë që meriton. Mund më thoni, lutem, nga vini dhe për çfarë protestoni? Nga Kuksi, kam marrë për protestuar thjesht për drejtat e mia kryesore. Çmimet janë stratosferë. Shkojmë në spital, këto thonë janë pa falas, po ne po su dham lek infermierëve, nuk na shef kush me sy. Ik infermier nuk na shef dot. Rrogat janë cop-cop, kemi vazhdu të ik jashtë shtetit gjithë, prindrit tanë kanë ngel vetën, ato do smuren, kanë nevojë për fëmijët e vet, një asnjë në Shqipëri, gjithë jashtë. Normal, do të më hekët mask që kanë vendos këta, lek kanë marrë për vete, ne populli shkret po vujmë. Qartë. Cila është thirrja juaj në këtë protestë? Cilës thirrje i bashkoheni më shumë? Unë nuk se janë disa, ka revolucion, ka Shqipëri e re, Ramanburg, Berishanburg. Unë me forcë politike s'jam fare.
me mbështes revolucionin e popullit, po bëj fjalë për popull që është popull, jo ata që paguen për marrë për me përça ose me ndryshu protestën. Thjesht revolucion, me ndryshu gjithë këta oligarkë në pushtet, çfarë do lloj partije, dhe të vendoset një që të na udhëheqë dhe të kemi një, si gjithë bota, me standardet jetese minimale. Pse vini të protestoni sot? A dhe sot s'ka arsye për të protestu? O sot o ku? Sot është e domosdoshme. Ju ku jetoni? Unë jam kthyer nga emigrimi ka një 2 vjet. Për ma mirë, po jam bën pishman. Duhet me ikë, po nuk rrëzum këtë klasë politike, ki vend do të zhduket. Sot ka 1000 arsye për të qanë protest. Për çdo të ri, i bëj thirrje të jetë në shesh. Faleminderit shumë. Nador, mirë se erdhe në Tiranë. Mirë se gjeta Lirë, mirë se gjeta, atmosferë jashtëzakonshme. Po, çfarë shete kjo protestë, Nador? E para nga 2 aspekte. E para në aspektin e personal, ky është habitati im Lirë. Unë jam opozitar nga natyra në gjithë qenën time, kështu që kur shoh këtë pshesh mush plot, unë gjendem si jam në shtëpinë time. Pra ky është habitati im. Në planin tjetër të përgjithshëm unë shoh një energji të jashtëzakonshme. Pra ku pas qenë më ky popull. Domethënë u deshën kaq vite, më mirë vonë se kur, po shqyr që është nez kjo si thosh kjo shkrepse reagimit, sepse kjo qeveri e ka zhyt këtë vend në një mit zeza. Ne kemi një kryeministër nga më të korruptuar që mund të ketë ky kontinent, domethënë, nuk ka më të keq se ai. Kështu që këto njerëz bravo i qoftë, i bëj thirrje të rrinë në këtë çështë deri në largimet e njeriu, sepse me atë nuk ka negociata. Pra ai është jashtëzakonisht i kapur. Nga të gjitha anët, njerëzit të rrinë aty ku janë, ti bëjnë ballë, janë në drejtën e vet, t'i japim forcë e protestës. Diaspora sot ka ardhur se shqipni e ka shumë nga për diasporës, edhe një pjesë e mirë e komunitetit tonë shqiptar e kanadez është këtu sot me zemër ca dhe fizikisht. Se unë kam folur ca ja dhe fizikisht vërtet, është shpërndar. Mos kanë qenë në të njëjtin avion dje në fluturimin e parë nga Kanadaja drejt Tiranës? Unë do marr përsipër një hamendësim, do them po them ty nga 450 veta që kishte avion, unë fola me rreth 50 për tyre nga cilët ndoshta 4-5 më folën për pushime. Të tjerët më bën shumë qartë që kanë ardhur me synim. Pra ajo pakënaqësi, ajo mërzitje, ajo si thosh deri gati urrëti për këtë qeveri ishte prezente në atë avion që ka zbritur këtu për herë të parë. Kishim emocione, ishte para fluturimit të parë, po unë po them me siguri që ata njerëz momentet e para që dolën në zemër kishin flamingot. Atëherë dhe diçka tjetër, ju keni qenë një nga koordinatorët e protestës së thirrur nga Mario Qirici, mos gaboj, në Toronto. Ma sillni pak atë atmosferë. Ka qenë një atmosferë e jashtëzakonshme. Unë përshëndes Mario Qiricin, Ina Panavien e Rina Shehin, pra këta tre u bën sebeb që u mblodhëm. Ne i përshëndes, i falenderoj nga zemra që na bën bashkë atje. Atmosfera ishte e jashtëzakonshme Lirë. Ne aty parë që komuniteti jon me të vërtet e ka zemrën zjarr.
Pra aty vlon paknetësia për këtë qeveri dhe vlon për kraja për këta njerëz janë këtu sot, për këta shqiptarë që po heqin këtë zi që po heqin. Është vërtet që ne jemi larg, ne nga herë mund të quajmë edhe protestues të Kolltukut apo të Tastirave, nuk është vërtet. Komiteti jon atje vlonte dhe ishte jashtëzakonisht apasionant në përkraje të këtyre shqiptarëve të mrekullueshëm tonë këtu. Nador, do prek dy çështje. E para, rolin që ka diaspora në jetën ekonomike dhe në mirëqenien e shqiptarëve që jetojnë brenda territorit shtetëror dhe rolin që ka diaspora veçanërisht ajo e Torontos për të shkëputur nga ndikimi i dorës së zgjatur të Edi Ramës në Kanada. Roli i diasporës tonë është i jashtëzakonshëm. Pra marrëdhëniet e tregtare midis bizneseve shqiptaro-kanadeze dhe Shqipërisë janë të forta sot që flasim. Sigurisht që ka vënë përmirësim, por shembull një gjë që u bë është dhoma e tregtisë, pra për të facilituar këto marrëdhënie. Nga ana tjetër, du të them këtë që komiteti jonë shqiptar atje, unë kam thënë, ti e ke thënë shpeshherë, unë bi dakord me këtë, ka të gjitha mundësitë të vetë organizohet lirë. Pra nuk kemi nevojë për patronazhim. Ato vallë, ato këngë i hudhin vetë aq bukur, s'kemi nevojë na vim, s'kemi nevojë as për fotografi, as për asnjë gjë, i bëjmë të gjitha vetë. Ambasadorët, misioni diplomatik të shofi punën e vet, të bëjë detyrën e vet diplomatike, të mbajë vendin e vet, të merret me marrëdhëniet, mos merret me gjëra me jetën komunitare sepse nuk ka nevojë. Janë të mirëpritur të vinë, si kanë mbyllur një derën, po të mos egzagjerojmë. Sepse egzagjerimi kthehet të pakënaqësi, edhe kemi sinqert, kur njerëzit sot të pakënaqur shohin emisionin diplomatik në tërësi, ata shohin fytyrën e Edi Ramës. Tash shumë mund thonë që është ashtu. S'është ka pak rëndësi. Rëndësia ka çfarë shohin njerëzit. Njerëzit shohin fytyrën e Edi Ramës. Është ndërtyrë e misionit tonë diplomatik të bëjë çmos të shkëputet nga reputacioni i keq i kësaj qeverie. Nuk është kollaj, po të gjejmë mënyrën për ta bërë. Një mënyrë për ta bërë është për të mos u ekspozuar më tepër se ç'duhet në evenimentet komunitare, për të mos patronazhuar evenimentet komunitare, për të marrë distancën nga komuniteti aq sa i takon një mision diplomatik. Unë them këtë, shikoni më turqit, polakët, ukrainës e gjithë, nuk kam pa unë ambasador në çdo festë më i lirë. Si kam parë sinqerisht, e kam qenë edhe festa e Turqisë, festa e Polonjisë, festa të tjerëve, nuk kam parë ambasador. Edhe zonja është e mirëpritur, le të vinë, por ka një limit. Që mos krijohen këto perceptime edhe këto pakënaqësi. Pjesëmarrja ime këtu është për t'i bashkuar zërit faktikisht të këtyre të rinjve, që së pari ngjallën shpresën, sepse ishte krijuar një ndjesi që këtu ka vdekur, i është ngordh nervi, ka vdekur shpresa, të rinjt nuk kishin më besim dhe në çdo sa herë që unë vija, domethënë vetëm ajo që dëgjoja, jo vetëm të rinjt, po edhe intelektual apo shtresa mesatare që i kishin një mirëqenie të mirë këtu, të vetëm gjë që mendonin është që të iknin sepse këtu ishte bërë e pamundur, nuk ishte shpresë, siguria jetës nuk ndjehej qytetari që ishte i sigurt, nuk ka drejtësi, pjesa e korrupsionit që po e shohim domethënë ditatitës, dhe për mua kjo ka qenë gjëja më e bukur ose si thua protesta më e bukur dhe se viteve 90 kur u përmbys regjimi. Pse? Sepse mendojmë që jetojmë në një sistem demokratik, por që në fakt frika jonë dhe tendenca që ne po shikojmë është më tepër autokratik. Dhe për të luftuar, domethënë për ta sjellë Shqipërinë në Europë, të gjithë shqiptarët si brenda vendit dhe jashtë vendit duam ta sjellim me kokën lart. Jo me shqiptarët apo me një Shqipëri që ta marrin për mëshirë, me të gjithë këto etikete, domethënë dhe problemet e korrupsionit, po një vend që vërtet e meriton të hyjë në Europë, me kokën lart, me gjithë ekspertizën që ka dhe me gjithë përfshirjen. Dhe ajo që kërkojnë protestuesit është përtej si thosh mbrojtjes së ambientit, është transparencë, është pjesëmarrje, është barazi për gjithë përpara ligjit, luftë korrupsionit edhe llogaridhënie. Tu ka dhe shumë tone patriotike, domethënë protestuesit ngrejnë zërin për shitjen e Shqipërisë. E shikoni ju këtë rrezik? Po në qoftë se të gjitha këto vinë në kanalin e transparencës,
Dhe pjesa tjetër pastaj verifikohet lehtësisht nëse është shitje e Shqipërisë. Ajo që mua më shqetëson janë të gjitha problemet që neve, domethënë i kemi parë gjatë gjithë këtyre kohëve të fundit, sidomos me drejtësinë, po themi, apo me spakun. Por ajo që mua më shqetëson është që ka shumë pak llogaridhënie institucioneve shtetërore, i ka humbur autoriteti. Parlamenti nuk ka pikën e autoritetit, sepse qeveria është mbi parlamenti, gjë që duhet jetë e kundërta. Zëri i presidentit nuk e dim ku është. Me thënë të gjitha këto, kur shikojmë edhe formatet apo makinacionet që ndoshta bëhen qoftë dhe në gjykatën kushtetuese, unë them që shqiptarët nuk duhen, apo populli shqiptar nuk duhet vetëm në ditën kur do votoj, dhe pastaj të tjerat i dim ne, të tjerat i din qeveria se si duhet bëjnë sepse ata e din më mirë, por shqiptarët duhet jenë bashkë në bashkëqeverisje. Përfshirë këtu dhe diaspora këtu, për mendimin tim, duhet jetë jo për të marrë frenat apo për të marrë protagonizëm, po të jetë këtu për të mbështetur këta të rinë në mënyrë që t'i ngrejnë, më thënë, të pastrojnë dhe të ngrejnë institucionet shqiptare në atë pjedestalin e duhur.